Prokuroria pritet të dërgojë të martën në gjykatën e apelit për krimet e rënda dosjen në ngarkim të Arben Frokut. Organi i akuzës do të kundërshtojë vendimin e gjykatës së shkallës së parë të krimeve të rënda, e cila e shpalli Frokun të pafajshëm për akuzën e vrasjes së kryekomisar Dritan Lamajt. Gjykata rrëzoi të gjitha provat, përfshirë edhe dëshminë e dëshmitarit të mbrojtur, të njohur në emrin Arben Doka. Prokuroria kishte kërkuar dënim me burg për jetë për Arben Frokun. Edhe në apel, organi i akuzës do të mbështetet tek dëshmia e Ndokës, i cila e ka parë momentin e vrasjes. Dëshmia e tij sipas prokurorëve përkon gjithçka me filmimet e marra nga kamerat e sigurisë së disa lokaleve në vendin e vrasjes së kryekomisar Lamajt. Gjykata pretendon se dëshmitari ka shkuar në vendngjarje 4 minuta pas vrasjes, ndërsa prokuroria argumenton se pamjet filmike nuk arrin të tregojnë gjithë zonën ku ndodhi ngjarja dhe vendin ku gjendej dëshmitari në momentin e vrasjes. Gjykata e krimeve të rënda e rrëzoi dëshmitarin pasi argumentoi se thënjet e tij ishin kontradiktore me ato të bashkëshortes, që gjithashtu kishte qenë pranë vendit të ngjarjes. Një argument tjetër që prokuroria do të përdorë në apelimin e vendimit është se sipas saj gjykata nuk ka analizuar siç duhet provat, madje sipas organit të akuzës, trupi gjykues prej 5 gjyqtarësh, i kryesuar nga Dritan Hallunaj, ka bërë interpretim të njëanshëm të provave të mbledhura gjatë periudhës së hetimit. Krahas apelimit, burime nga prokuroria kanë thënë se do të kërkojnë edhe një inspektim të çështjes nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Arben Froku u lirua të premten nga burgu pas 48 seancave gjyqësore.